Administrata doganore vijon të shënojë rezultate pozitive duke përmirësuar ndjeshëm performancën financiare dhe cilësinë e shërbimeve ndaj biznesit dhe qytetarëve. Gjatë periudhës mars-maj 2026, të ardhurat arritën në 62.1 miliard lek ose 102% e planit, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, u mblodhën rreth 3 miliard lek më shumë, me një rritje prej 5.2%. Edhe performanca mujore ka qenë në rritje të vazhdueshme. Në mars realizimi ishte 103.2% i planit, në prill 105.8%, ndërsa në maj arriti në 106.4%, duke reflektuar një ecuri të qëndrueshme gjatë gjithë periudhës. Këto rezultate janë arritur pavarësisht ndikimit negativ të kursit të këmbimit, i cili uli potencialisht të ardhurat me rreth 1.8 miliard lek, sipas të dhënave. Pa këto efekt, realizimi do të ishte 104.8% e planit, ose afro 4.8 miliard lek më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Rritja është shënuar dhe në zhdoganimin e mallrave të akcizës. Vetëm për karburantet janë zhdoganuar 168.749 ton, ose rreth 36.000 ton më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Ndërkohë zhdoganimi i cigareve arriti në 802 njësi matëse, niveli më i lartë i viteve të fundit, ndërsa importi i kafes u rrit në 2105 njësi, duke shënuar gjithashtu rekord për periudhën mars-maj. Këta tregues reflektojnë rritjen e aktivitetit ekonomik dhe një administrim më efikas të procedurave doganore. Paralelisht me rritjen e të ardhurave, administrata doganore ka përmirësuar dhe shërbimin ndaj operatorëve ekonomik dhe qytetar përmes thjeshtimit të procedurave dhe uljes së kohës së përpunimit, duke e bërë performancën pozitive të reflektohet jo vetëm në shifra, por dhe në cilësinë e shërbimit. Një kombinim që synon të garantojë jo vetëm më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit, por dhe një administratë më moderne, më efikase dhe më pranë nevojave të sipërmarrjes.